Imagjinoni këtë. Sa po keni bler shtëpinë e ëndrave me një çmim qesharak. Çelsat janë në dorën tuaj, kutit janë hapur dhe më në fund po shijoni natën e parë. Por në mes të qetësisë së natës, një gërvishtje e mbytura vjen nga poshtë këmbëve tuaja. Toka po lëviz. Kur Simon Marks u zgjuat nesërmen, ai nuk e dinte se makina e tij do të gëlltitej nga driveway, duke zbuluar një sekret të errët që kishte qëndruar i groposur për 80 vite. Diçka që pronari më parshën kishte tentuar ta fshinte përgjithmonë nga harta. Çfarë fshihej në errësirën e asaj grope? Qëndroni me ne, sepse ajo që gjeti Simoni do t'ju rreqeth mishin. Kur blini në shtëpi të re, kur nuk e dini vërtet se ku po hyni. Por 37 vjeçari Simon Marks nuk mund ta humbiste mundësinë kur pitasi një vend që shitej me çmim rasti në Londër, Angli. Marrëveshja u mbyll shpejt. Letrat u nënshkruan, çelsat u shkëmbyen dhe Simoni nuk u ndal të pyeste veten se pse shitësi dukej aq i etur për ta hequr qafe atë. Disa muaj më vonë, ai po hapte kutit me një buzëqeshje të madhe, i gatshëm për t'u vendosur dhe më në fund për të kaluar natën e tij të parë atje. Pas një fundjavë të gjatë duke ngritur e mbajtur pesha, Simoni ishte plotësisht i raskapitur. Ai u fut në shtrat, duke pëlqyer që tani mendimin për udhëtimin e tij shumë më të shkurtër për në punë. Me një buzëqeshje të kënaqur, ai vendosi alarmin për në orën 8 të mëngjesit. Por ndërsa ishte i shtrirë atje në errësirë, një tingull i huaj e theu heshtjen. Duke mbajtur frymën, ai dëgjoi me kujdes. Ishte përsëri aty, një zhurmë me butë gërvishtjeje, sikur zhavori po tërhiqej zvarr mbi metal, që vinte nga jashtë. I kuriozuar, Simoni doli nga krevati dhe u vor jashtë dritares për të kontrolluar kopshtin. Gjithçka dukej e palëvisur, asnjë lëvizje, asnjë tingull. Pas një çasti, ai e injoroi dhe u kthye në shtrat. Ajo që ai nuk dinte ishte se diçka në shtëpinë e tij e re sapo kishte filluar të lëvizte. Mëngjesin tjetër, Simoni u hodh në makinën e tij të zezë Vauxhall Zafira dhe e dha marshin mbrapsht. Por në vend që të rrokulliste i prapa, makina u hodh përpara. I konfuzuar, ai provoi përsëri, por diçka qartësisht po e mbante rrotën në vend. Ai dha gazit pak më fort dhe makina më në fund u shty prapa. I lehtësuar, ai doli jashtë për të parë se cili kishte qenë pengimi. Por ajo që pa, ja përziu stomakun. Duke ulur në gjonjë për një shikim më të afërt, ai vuri re se plakat e rrugës së makinës ishin krisur. Pastaj, mu para tij, toka filloi të shembej. Ai u hodh pas pikërisht në kohë, ndërsa plakat u mban me një kërcitje të fortë. Pluhuri mbushi ajrin dhe ndërsa ai u pastrua, hapësira në tokë zbuloi diçka të huaj. Pasi u sigurua se pjesa tjetër e rrugës ishte e qëndrueshme, Simoni u shtri përmbys dhe u boros përpara për një vështrim më të afërt. Një shkëlqim i vogël në dherë i zuri syrin. Ai kapi një lopatë dhe filloi të gërmonte. Toka dorëzohej lehtësisht dhe shpejt ai zbuloi një copë metali të ndryshkur. Ai gërmoi rreth saj me duar duke pastruar dherrat derisa mundi ta kapte. Pastaj ai e tërhoqi fort, por pavarësisht sa u sforcua, pjesa e vjetër e metalit refuzoi të lëvizte. Simoni vendosi të provonte të gërmonte rreth objektit të çuditshëm për të parë nëse mund ta lironte. Ndërsa hiqte gjithnjë e më shumë verë, u bë qartë se pjesa metalike ishte e lidhur me diçka më të madhe. Kur vrima ishte hapur fillimisht, mendja e Simonit fluturoi në skenarët më të këqij. Po sikur makina e tij ose e gjithë shtëpia të gëlltiseshin nga një grop masive, por kur pikasi shkilqimin e diçkaje të punuar nga dora e njeriut nën sipërfaqe, ai kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një shembje toke, ishte diçka shumë më shqetësuese. Përpara se të zbulojmë çfarë kishte brenda, na bëni një like kësaj videoje dhe bëni subscribe në kanalin ton për të mos humbur asnjë histori të tillë të pabesueshme. Ai nxori telefonin dhe thiri për ndihmë. Babai i tij, Geraldi, nxitoi menjëherë. Pa asnjë mjet tjetër përveç asaj që kishin në shtëpi, të dy ju futën punës. Ata me kujdes thyen betonin e thyer rreth metalit, duke zbuluar ngadalë një vrim drejt këndore në tokë. Brenda, duke u zgjatur poshtë në errësirë, ishte një shkallë e vjetër e ndryshkur. Në atë pikë, të dy filluan të ndiheshin të shqetësuar. Pse diçka e tillë ishte fshehur nën rrugën e makinës? Dhe ku të çonte ajo? Kishte vetëm një mënyrë për ta zbuluar. Ata filluan të gërmonin, duke nxjerr balë të rënd lopat pas lopate dhe e transportuar me kova. Grumbulli i dherit pranë tyre shtohej orë pas ore.
Pas një dite të gjatë pune të palodhur, ata kishin pastruar rreth 1.5 metra dherë të ngjeshur, mjaftueshëm për të arritur te shkalla dhe për të parë brenda. Ajo që do të gjenin më pas, do të fillonte më në fund të shpjegonte ndjesinë e çuditshme të shtëpisë. Ndërsa Simoni zbriti pjesërisht shkallët, një të dridhur i përshkroi trupin. Diçka nuk i ngjante mirë dhe ai hezitoi. Në vend që të zbriste deri në fund, ai nxitoi brenda dhe kapi shkopin e selfie së tij. Me telefonin e mbërthyer, ai e uli atë në vrim. Në ekran, ai mund të shihte se kishte 2 dhoma të fshehta atje poshtë. Geraldi hodhi një vështrim dhe pati një parandjenjë për atë që po shihnin, por duhej të ishin të sigurt. Simoni kishte paguar rreth $500,000 për vendin, por shumë kohë përpara se shtëpia të ndërtohej, toka ishte përdorur për diçka krejtësisht tjetër. Burri i moshuar që ja kishte shitur shtëpinë Simonit kishte jetuar atje për vite me radhë, por ai kishte lënë jashtë një detaj shumë të rëndësishëm. Çfarë ishte fshehur poshtë? Tingullin që Simoni kishte dëgjuar natën më parë, ajo ishte toka që më në fund po shembej nën rrugën e makinës, duke rënë në hapësirën e fshehur poshtë. Simoni dhe babai i tij ndaluan gërmimin dhe vendosën se ishte koha për të bërë pak kërkim vet. Ata kërkuan numrin e parcelës për shtëpinë dhe mjaft shpejt gjërat filluan të merrnin kuptim. Përpara se pronari i fundit të jetonte atje, toka ishte thjesht bosh, por Geraldi e vuri re shpejt diçka tjetër. Ishte në një pjesë mjaft strategjike të qytetit dhe edhe më zbulues ishte periudha kohore kur shtëpia ishte ndërtuar për herë të firmë. Babai im e vuri dhe tha menjëherë, "Është një shtreh kundrajror", e shpjegoi Simoni. Ne e kërkuam dhe gjetëm se ka në fakt mjaft të tillë në këtë zonë. Pasi gërmoi më derë, Simoni zbuloi se shtrehu datonte që nga lufta e dytë botërore. Pronari i fundit duhet ta kishte ditur se ishte atje ku shtëpia u ndërtua, u tha gazetarve. Ai madje edhe shtoi një kopsht sipër saj. Ai duhet ta ketë mbushur vetë atë. Në vitin 1938, gjatë ditëve të para të luftës, një burr i të quajtur Sir John Anderson i ishte dhënë detyra për të përgatitur vendin për atë që po vinte. Ishte në dorën e tij të hartonte një plan për të mbrojtur njerëzit në të gjithë Britaninë nga sulmet ajrore që të gjithë kishin frikë se po vinin. Kështu, ai dhe ekipi i tij dolën me një ide të thjeshtë por të zgjuar për t'i mbajtur njerëzit të sigurt. Sir John Anderson ndihmoi në projektimin e strehimeve nën-toksore me kosto të ulët që mund të varroseshin lehtësisht në oborret e njerëzve. Ideja ishte që ato të ishin afër, kështu që familjet mund të shkonin në to shpejt nëse bombat fillonin të binin. Këto strehime ishin bërë me materiale fleksibël, më të lehta se betoni, dhe mbi 2 milion prej tyre u ndërtuan në të gjithë vendin. Por ajo që Simoni kishte zbuluar nuk ishte një nga ato strehimet standarde. Thjesht nga struktura e hapësirës, Geraldi mund ta dallonte menjëherë që ky nuk ishte një nga strehimet e zakonshme të stilit Anderson. Por me siguri ishte ndërtuar rreth vitit 1938, jo shumë kohë pasi një bombë kishte rënë në një pjesë të afërt të Lutonit. Njerëzit që jetonin në atë zonë ishin të friksuar, duke kuptuar se qyteti i tyre i vogël e qetë mund të ishte objektiv. Kështu, vendasit u bën bashkë dhe vendosën të ndërtonin diçka më të fortë. Një streh komunitare që shpresonin se mund të rezistonte më mirë sulmeve. Geraldi mund ta dallonte menjëherë se strehimi që kishin gjetur nuk ishte një nga strehimet tipike Anderson. Ai kishte të paktën 2 dhoma dhe ishte ndërtuar me tulla të forta dhe beton. Ndërsa ai dhe Simoni gërmuan më tej në hapësirë, ata filluan të zbulonin disa sende të pazakonta. Brenda njërës prej dhomave të fshehura, ata zbuluan një prerje gazete të vjetër. Ishte nga The Herald me datë që i përkiste ditëve të luftës së dytë botërore. Një titull thoshte: Aeroporti i Lutonit, a është ky fundi? Ndërsa artikuj të tjerë flisnin për jetën e përditshme gjatë kohës së luftës, ishte një vështrim i rrallë në atë që njerëzit po kalonin atëherë. Por nuk ishte e vetmja gjë që gjetën. Simoni dhe Geraldi hasën gjithashtu shenja se strehimi dikur kishte qenë plotësisht i pajisur me rezerva. Konserva, enë dhe mbështjellëse të vjetra sugjeronin se ushqimi dhe uji ishin ruajtur për të ndihmuar njerëzit që fshiheshin poshtë. Kishte kuptim, familjet mund të mbeteshin të bllokuara nën tokë për ditë. Është e mahnitshme të mendosh se e gjitha është bërë me dorë, tha më vonë Simoni. Muret e betonit ishin përforcuar me shtresa tullash dhe llaçi, duke shtuar mbrojtje shtesë nga bombat lartë. Por edhe me këtë zbulim të madh përpara tyre, Simoni dhe Geraldi nuk ishin përfunduar ende.
pastaj gjetën diçka tjetër. Një nga muret është plotësisht i mbyllur me tulla, shpjegoi Simoni. Jam rreth 90% i sigurt se nuk ka më dhoma, por nuk mund të jemi të sigurt. Ata mund ta kenë vulosur kur ndërtuan shtëpinë, mbase për të krijuar hapësirë për themelet, tha ai. Nëse është kështu, nuk kemi çfarë të bëjmë shumë. Shpejt, lajmi për zbulimin u përhap. Fqinjët kurioz dhe gazetarët lokal filluan të shfaqeshin në rrugën e Simonit, të gjithë duke dashur të kapnin një pamje të asaj që ai dhe babai i tij kishin gjetur. Por për Simonin, vëmendja nuk ishte rëndësi. Nuk ishte kjo arsye pse ai kishte kaluar aqorrës duke gërmuar. Simoni ndjente fort se zbulimi kishte rëndësi, por jo për famë. Ai besonte se kishte për detyrë të nderonte të kaluarën e vendit tij. Ky strehim, i fshehur për dekada, ishte një pjesë e vërtetë e historisë, dhe ai nuk donte se ajo të humbte ose të injorohej. Ajo meritonte të kujtohej. Por çfarë vjen më pas? Pasi të përfundojnë pastrimin e tij, Simoni dhe babai i tij planifikojnë të restaurojnë strehimin dhe ta mbrojnë atë. Shpresa e tyre është që ai të njihet oficialisht si një sit historik. Lufta mund të ketë përfunduar prej kohësh, por historitë e asaj kohe nuk duhet të varrosen dhe të harrohen. Ata duan që brezat e ardhshëm të jenë të gjendje të vizitojnë strehimin dhe të ndihen të lidhur me të kaluarën në një mënyrë që nuk e merr nga librat apo fotot. Po ju, çdo bënit nëse do të zbulonit një dhomë sekrete në shtëpinë tuaj. Do guxonit të zbrisnit poshtë apo do ta mbyllnit përgjithmonë? Na thoni në komente.